Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga enjtë 13 mars 2025. Dashi. Është e mundur të jetoni një aventurë të re profesionale apo personale. Ju pëlqejnë sfidat dhe tani duhet të sfidoni fatin. Demi. Një ditë që supozohet të sjellë gëzim dhe mbi të gjitha fat. Fat vjen nëse zhvendoseni dhe frekuentoni njerëz të ndryshëm. Diskutime me një grua në familje, një e afërme. Komisionerët kanë më shumë. Binjaket. Ditë e shkëlqyer, nëse duhet të udhëtoni, bëjeni menjëherë, shmangni ata që duan t'ju humbin kohën. Në dashuri keni më shumë shanse për sukses, varet nga ju. Gaforia. Lajmi mirë rrugës. Dita e përgjithshme e favorshme. Luani. Disa kanë pasur një fazë jo, tani është më mirë. Të ardhura shtesë të mundshme. Mirë dashuri. Virgjeresha. Në dashuri jeni të pasigurta. Në familje do të duhet të sqaroni shumë gjëra që nuk ju bindin. Peshorja. Nëse ka pasur një problem pune, disa rrjedhje mund të rindizen ose kufizohen, disa legalizojnë një bashkim, të tjerët pas një ndarje kthehen në dashuri. Akrepi. Në dashuri ka pasur kontraste të forta dhe në raste të jashtëzakonshme edhe shgënjime. Dukeni më nervoz, kujdesuni për gjendjen e duhur. Shigjetari. Ju jeni më të disponueshëm për njerëzit përreth jush. Emocione të reja që vinë. Britsjapi. Nëse keni aftësinë për të fituar më shumë ose më pak në varësi të mënyrës se si kalon dita, kjo situatë është bindëse. Pasioni mund të ndihej. Ujori. Keni dëshirë të ëndërroni, besoni intuitës tuaj në punë dhe biznes. Ndjenjat mund të zgjohen në një mënyrë pozitive. Peshqit. Po shpenzoni më shumë para se sa pritej edhe për gjëra të panevojshme. Është jetë ligjore, kujdes nga letrat. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.